Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, jemi në prag të vitit të ri. Dhe në vend që të gëzohemi festave të fund vitit pa marrë parasysh se janë apo nuk janë, është qytetari kjo. Por, mbi të gjitha, më shumë kemi filluar që të mos vi viti i ri për shkak të shtretimit të rrymës elektrike. Të parlemroj edhe kryeministri, sot pat një debat mjaft interesant në Parlament të Republikës së Maqedonisë ku Filip që akuzoi për rritje të çmimit dhe kryeministri i tha pyet të vllaun e Bislimovskit që e ke në Komitetin Qendror të LSDM-s, ai e di pse rritet rryma. E akuzoi se nuk është 10% sa thoni ju, po është 5%, deri në 5% tha Mickovski do të jetë ngritja e çmimit të rrymës elektrike. Edhe kjo pritej, sepse është paralajmëruar një kohë të gjatë. Mirë po, befason sa për të mirë, sa për të keq, vetëm e kam marrë për analizë se oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, që nga krijimi i saj, për herë ka mbajt anën e pushtetarëve. Dhe kuptohet, shumë pak ose as pak nga krijimi nuk ka mbrojtur interesat e harxhuesve të prodhimeve të tyre. Përgati për herë ka dalë në mbrojtje të politikave qeveritare. Pa marrë parasysh kush ka qenë në qeveri, LSDM BDI, VMRO BDI apo VMRO vlen tash. Dhe në vend që të ishte korrigjuesi problemeve ekonomike të qeverive, ata nuk kanë mundur të mbrojnë as interesat e anëtarëve të shoqatës së tyre. Kuptohet përveç tek tuk dënjani personale. Dhe pesha e tyre në opinion është gati baras me hiç, sa u gëzuan kur u formua. Pra, nuk nga befason deklarata e ushtruesit të detyrës të kryetarit të odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore sot lidhur me ngritjet e çmimit të rrymës elektrike nga 1 janar 2026. Nuh Aliu po flirton me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Thot, shtetimi i rrymës pak do të rrisë çmimin e produkteve. Pra, ai haptas po flirton me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke paketuar shtetimin si të padëmshëm. Në realitet, çdo rritje e energjisë elektrike kur përkthehet në rritje çmimesh, pa përjashtim. Kjo nuk është analizë ekonomike që bëri ai. Është deklaratë politike me kostume biznesi. Energjia nuk është shpenzim i vogël. Për shumë sektor, bukë, qumësh, frigorifer, punishte, fura, industritë e vogla. Rryma është kost të bazë, jo ditësore. Çdo rritje sado minimale shkon direkt në çmim. Efekti zinxhiror po fshihet me qëllim. Aliu flet vetëm për rrymën, por nuk përmend karburantët, transportin, qirat, interesat bankare, taksat lokale. Kur këto rriten paralelisht, rritja e vogël bëhet e madhe në raft. Qytetarët do ta përballojnë në deklaratë cinike që thot ai. Në një vend ku paga reale bie pranë Maqedonisë, inflacioni ushqimor është ende i lartë, qytetarët mezi paguajnë faturën. Të thuash se nuk do të ketë ndikim në xhep është fyerja e inteligjencës publike të çdo qytetari. Pra, oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore nuk po mbron biznesin, por narrativën e qeverisë. Roli i odës është të alarmoj, jo të relativizoj. Kjo deklaratë tingëllon si mos u shqetësoni, gjithçka është në kontroll. Ndërkohë që çmimet tashmë po rriten, nga janari t'i bëjmë më shëndet. Mirë po, nuk është vetëm rryma elektrike ajo që do të rritet. Nga 1 janari do të rritet edhe çmimi i shërbimeve shëndetësore. Participimi te mjeku nga 40 denar tash shtretohet në 60 denar. Kontrolli specialistik nga 380 denar rritet në 720 denar. Paketa e përgjithshme e urgjencës do ketë rritjen më të madhe nga 780 denar në 2450 denar. Kjo pra u tha sot në konferencën për shtyp nga drejtori i Fondit Shëndetësor. Jo Maqedoni shumë e fortë pas ka qenë, vërtet qytetarët e saj shumë të fortë ekonomikisht pas ka qenë. A ka politika këtu gisht? Si nuk ka gisht. 1 dinar atje, 0,5 denar këtu, 0,7 denar atje, 1 denar atje, 1 denar këtu, më lidhet një tatim i mirë. Tash do kthehemi pak politikës. Vlen. Turli lifar skenarësh po bën. Unë ndihmojnë edhe portalet e tyre, kush thot se si ka, jo qeren, po e mashtron vetveten. Sepse mua ai mund të jetë i Vlenit. Vlen plasi që nuk po kalojnë x deputet në përkrajet e tyre. E mbani mend Arbel Fetaj thoshte. Vrapojnë korridore dhe premtonte poste ambasadore se çka mos. Ja doli vetëm me 1 nga struga.
tash nuk ka deputet të lirë. Edhe ata nëse janë, e kanë rritur pazarin. Ndërsa sonte Izet Megjiti, një deklaratë te Gazeta e Lajm, u mundua ta shes dardhën për kakiçk. Se kinë se e logjikshme është që Sele i cili doli nga Aki dhe ashtu e tij mund t'i bashkangjiten, kuptohet, tha qeverisë. Ishte një deklaratë e pamatur. Unë si Mesut Shabani dhe si gazetar me një kohë të gjatë gazetareske, i njoh Selën që nga viti 1998-99 kur po dëshehesh në pushtet. Tash mos unë kapni për fjalë. Sela së kohë ishte në Fondin Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë drejtor apo krye inspektor në një sektor. Pra e njoh që atëherë. Dhe duke njohur Selën si karakter, nuk besoj se do bënte shërbim vlenit, sepse nuk i dihet. Në mars ose në 8 orë të vitit të ardhshëm mund të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Atëherë çfarë i duhet? Çfarë i duhet? Dhe ju tash që të mos dishoni, unë juftoj që të ndiqni pjesërisht deklaratën e Izet Megjitit, i cili me deklarata vërtet po bën bujën, vërtet humor angles po bëhet. Nuk ka teren neutral, o jenë në pozitën, o jenë në opozit. Mendoj që e kanë kuptuar që ajo është një kohë e humbur, një rrugë e humbur, mendoj që me kohë, mendoj që do të ketë parafrime. A do të thotë kjo që parafrimi do jetë edhe në parlament? Me deputetët? Po pra, tha Arusha si vetë do bëjnë dardhët. Pra edhe njerë unë qëndrojmë pas asaj që them se duke njohur karakterin e Selës, nuk besoj se Sela do u bashkangjitet. Mu vlenit dhe do jep përkrahje për disa gjëra. Dhe del nga dalë për afrohemi edhe rastit Serava. Protestat atyre dhe reagimet e shumë kujtë dhe të mijat, si duke të solën një rezultat zgjidhje, thojza. Më në fund rasti Serava dhe ndërprerja e rrymës si duke të shkojnë drejt zgjidhjes. Elektrodistribucioni. Në marrëveshje me komunën e Çajirit, që unë insistoja, me Ministrinë e Energjetikës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, vendosën aktivitetet në terren të fillojnë prej ditës së sotme, pra. Prej 25-12 me riparimin e defekteve aktuale. Dhe nga e hëna, ekipet e elektrodistribucionit do të punojnë intensivisht në rindërtimin e rrjetit të shpërndajës në gjitha rrugët e këtij vendbanimi. Bashkëpunimi i frytshëm midis kompanisë dhe institucioneve shtetërore do të sigurojë furnizim të besueshëm energji elektrike në këtë rajon, si dhe matje të saktë të konsumit për secilin përdorues individual. Maqedonia vërtet e pret një ngritje madhe e çmimeve nga 1 janari. Nga 1 janari do të rriten edhe shumë çka tjetër. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.